Shqipëria është gati të çelë një tjetër kapitull në rrugën drejt Bashkimit Evropian, atë të tregut të brendshëm, hap i cili do të zyrtarizohet këtë të hënë me mbajtjen e konferencës së 4 ndërqeveritare në Luksemburg. Takimet kryeministri Edi Rama i ka nisur fillimisht në Bruksel me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa, me të cilin mbajti edhe një prononcim për mediat ku përmendi edhe një herë vitin 2027 si afatin e synuar për mbylljen e negociatave. Kemi një tjetër konferencë dhe çelim kapituj të tjerë. Në përgjithësi jam shumë i inkurajuar nga këto zhvillime dhe jemi tej mase të përkushtuar për të përmbushur të gjitha detyrat e kalendarit që është shumë ambicioz për të mbyllur të gjitha negociatat brenda 2027-s. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa vlerësoi progresin e Shqipërisë në rrugtimin evropian, ndërsa tha se ambicia është që të hapen edhe të tjerë kapituj brenda këtij viti. Zgjerimi drejt Ballkanit Perëndimor është një përparësi e qartë për Bashkimin Evropian dhe është investimi më i rëndësishëm gjeostrategjik për paqen, për begatin dhe për stabilitetin e kontinentit tonë. Dhe është vërtet inkurajuese të shohësh progresin që ka bërë Shqipëria në këtë rrugtim. Sot po çelim një grup kapitull tjetër dhe ambicia jonë është që të çelim edhe më tej grup kapitull për të negociuar gjatë këtij viti, sepse kemi një kalendar shumë konkret dhe duam që të realizojmë. Në vijim, kryeministri do të udhtojë drejt Luksemburgut për të marrë pjesë në konferencën Shqipëri-Bashkim Evropian, ku do të jetë e pranishme dhe komisionerja për zgjerimin Marta Kos, me të cilën do të ketë një konferencë së përbashkët. Lidhur me grup kapitullin që pritet të hapet për Shqipërinë, i cili është i treti nga 6 që janë në total për negociatat, ekspertja e integrimit Nirvana Deliu shpreh se është një rëndësie të veçantë për shkak se fokusohet mirëfilli në reformat ekonomike. Ky grup kapitull mbetet sfidues, pasi në radhë parë flasim për 4 lirit e lëvizjes, pra që janë në themel të vetë konceptit të tregut të vetëm të Bashkimit Evropian, dhe normalisht lëvizja e lirë përkthehet drejt për drejt me standardet dhe me kriteret që do duhet të vendosen si për lëvizjen e lirë të madrave, dhe kur flasim për madrat, pra kemi një tërësi dhe një shënueshmëri madra që të cilat neve do duhet që ti tregtojmë dhe ti eksportojmë, por dhe të importojmë. Pra nga ana tjetër, çka secili nga këto produkte ka ato standardet dhe ato kriteret e veta, të cilat do ta bëjnë të nevojshme që të ketë shumë reforma. Sipas Deliut, i vetmi kapitull brenda këtij klasteri ku Shqipëria nuk ka fare progres është ai për mbrojtjen e konsumatorit. Në këtë grup kapitull përfshihet edhe kapitulli më problematik për sa i përket nivelit përgatitjes që ka shteti shqiptar, që është mbrojtja e konsumatorit dhe shëndeti publik, kapitulli 28, i cili vazhdon për shumë vite të jetë i vetmi kapitull që neve kemi nivelin e përgatitjes në nivelin më të ulët, pra në fazën e hershme. Pra dhe progresi që bëjmë aty nuk është asnjëherë i mjaftueshëm që ne ta tejkalojmë këtë fazë, pra po jemi akoma në ato që Komisioni Evropian e vlerëson si early stage, pra fazë e hershme e përgatitjes. Çka do thotë që do të kemi shumë punë dhe akoma nevojë për reforma për këtë kapitull. Pas kësaj konference të 4 ndërqeveritare, Shqipëria është në pritje të një date tjetër për hapjen e një tjetër klasteri, ajo për konkurrueshmërinë dhe rritjen gjithëpërfshirëse, që do ta çonte në 4 numrin e grup kapitujve nga 6 shitësej. Mbeten agenda e gjelbër dhe qëndrueshmëria që përfshin transportin, energjinë dhe mjedisin e ndryshimet klimatike, si dhe grup kapitulli i fundit, ai i bujqësisë me fokus tek siguria ushqimore, politikat e zhvillimit rural dhe të peshkimit.